Kryeministri Edi Rama vlerëson kontributin e çmuar të Belinda Balluku duke i caktuar një tjetër post të rëndësishëm. Zëvendës kryeministri Balluku ka marrë në dorë timonin e Partisë Socialiste të kryeqytetit pasi do të drejtojë fushatën e socialistëve në zgjedhjet e pjesshme në Tiranë. Ky post është lëvizje e radhës lidhur me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme në kryeqytet pas shkarkimit të bujshëm të Erion Veliajt nga Këshilli Bashkiak. Të mërkurën, kryeministri Edi Rama zhvilloi 2 takime me peshq, së pari me 4 nënkryetarët e bashkisë, nënkryetaren e komanduar Anuel Aristani dhe Ogerta Manastirlium, kandidatja zyrtare e Partisë Socialiste për postin e kryetarit të ri. Në takimin e tij me deputet socialist dhe ministra, kreu i qeverisë theksoi se shkarkimi i Veliajt ishte i domosdoshëm, duke sinjalizuar urgjencën për zgjedhje të reja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.